Shoqata kulturore Ardmëria Degavlor në prag të muajit të madhërisëm të Ramazanit ka organizuar një simpozium të Ramazanit të mbajtur në Pallatin e Kulturës. Ramazani Jehona e kthimit tek njeriu, slogani i simpoziumit. Të pranishëm autoritetet të komuniteteve fetare në Vlorë dhe besimtar, ndërsa ka marrë pjesë dhe kryetaria e bashkisë Bruna Mersini, si dhe i pranishëm deputeti Vullnet Sinaj. Indrit Lita, kreu i shoqatës Ardmëria, ka çelur simpoziumin. Miftiu i myftinis Vlorë Arditor Zllaku ka përcjell mesazhin se duhet të bëhemi njerëz ashtu siç na do Zoti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndërimi dhe Allahu xhalla shanuhu, krijuesit të gjithësisë, paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi dërguarin e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar pjesëmarrës, të cilët jeni kryefjala e këtij eventi, e nderuar kryetare e bashkisë, nderuar kryetari i shoqatës Ardmëria, nderuar mysafir i cili vjen nga larg dhe na nderon me këndimin e bukur të Kuranit të bukur, nderuar deputet, të nderuar arsimtar, të nderuar vullnetar, të nderuar qytetar. Siç keni nderuar ju sonte këtë natë, Zoti ju nderoft juve në mbar jetën tuaj, me familjet tuaja, me të dashurit tuaj. Të nderoni një natë të tillë ku flitet në emër të Zotit dhe thirret për të përmendur Zotin e gjithësisë, të mirat e tij, nuk ka asgjë tjetër vetëm se begatim në shtëpitë tuaja, lumturi në zemrat tuaja dhe mbarësi në të ardhmen tuaj, në fëmijët. Allahu i mëdhëruar e ka zbukuruar njeriu si qenien më të bukur në mes të gjithë krijesave. Dhe patjetër që këtë njeri nuk mund ta lindte Zoti i gjithësisë pa një udhërrëfyes, pa një manual përdorimi se si duhet të përdoret ky njeri. Çdo gjë që prodhohet ka një manual përdorimi dhe ne mundohemi ta lexojmë me përpikmëri në mënyrë që kur ta përdorim ashtu siç duhet, që të mos digjet, mos të dëmtohet dhe mos të dalë jashtë përdorimit. Zoti i gjithësisë manualin e përdorimit të njeriut ka dërguar Kur'anin famlart. Dhe nëpërmjet Xhebrailit alayhis salam, i cili ishte transmetuesi i Kuranit nga Allahu i madhëruar për tek pejgamberi alayhis salatu wassalam, pejgamberi alayhis salam e mori dhe na e solli neve në atë mënyrë që ne ta kuptojmë. Dhe kjo nuk mjaftoi, pas tij erdhën shumë dietarë të cilët u morën vetëm me fushën e Kuranit për ta kuptuar sa më mirë, sepse një fjalë e Zotit nuk është thjesht një fjalë e robit, por një fjalë e Zotit është një esencë nga e cila formohen formula të tilla që ne të jetojmë në jetën e përditshme. Kjo sallë përcjell shumë energji pozitive, kështu e ka nisur fjalën e saj përshëndetëse kryebashkiakja e Vlorës Bruna Mersini. Këndshme, edhe pasi leximit të mrekullueshëm nga ju, kjo sallë përcjell vërtet energjinë që Allahu na përçon. Jemi në prag të një muaji të shenjtë dhe shumë të rëndësishëm për ju, edhe për gjithë komunitetin, muaji Ramazanit. Është një muaj që ka një peshë të veçantë shpirtërore, një muaj ku ne nuk agjërojmë vetëm nga ushqimi dhe nga uji, por është një muaj ku brenda vetes vjen Jehona e Allahut dhe ku ne kërkojmë thellë brenda shpirtit ton dritën, paqen, reflektimin, dashurinë për familjen dhe për njëri tjetrin. Është muaj ku duhet të ndalojmë nga vrulli i përditshmes, të marrim kohë dhe të krijojmë ura komunikimi me Zotin, ura komunikimi me njëri tjetrin, ura komunikimi me ata që janë nevojë
të shpërndajnë bamirësi tek ata për veten dhe për familjen. Simpoziumi Ramazani Jehona e kthimit tek njeriu, organizuar nga Shoqata Kulturore Ardmëria Dega Vlorë në prag të muajit të madhërisëm të Ramazanit, ka vijuar më pas me lexime dhe interpretime të Kuranit, ndërsa janë përcjell mesazhe urimi për një muaj të begat atë të Ramazanit.